Është kënaqësi e madhe me sa më një kapë mlavin Gold Pool në pishinën e bukur Prizrenit. Tani këto momente po e zbuloj këndo ka musafire. Është kënaqësi e madhe. Dhurata Dora. Mi se erdhe zama dhe kënaqësi që jemi bashkë kështu. O, me nëzi sprita më ty bre s'kom arë. A, di që thosje, kone për intervista. Ej, zama mirë po dukesh. Po, edhe te. Erdh Vera. Vera erdh. I kena mush bateria. Po. Qa dënë, dënë bira, dënë kështu, najlang? Najlang. Najlang, okej, koktel për ta boj. Hajde lab. Ja ke nisë me punu në pishina, ha? Ja kom nisë me punu. Thank you very much. Okej, besoj që ka me të pëlqy. Hajde test. Test, ha? Faleminderit. Sand kesh nuk ka me tango, po si do që tjetë, ej. As pak. Hajde, gëzuar. Gëzuar. Për verën. Për verën. Për verën 2017, për ty, për mu, për krejt ata cilët na dojnë, i duam, i respektojnë. Ej, Dhuraçja, intervistën a di çësha kisha dash me vazhdu? Hajde. A ulem noj? Ha, mu ule aftë të veni. I këbashë i këna shti kom noj. 3 pish do. Hajde. Ha? Ta prishën e ty! A i shina kom noj. Mere me veti pijen, se është ma trep. Që ka bëjmë? I hekim këto, prit. Që i hekim pati, i hekim këpucat. Mikrofonat i kena për mropa, po jo, nuk logën se na tu i nuj na komplet. Qëra? Dhrak, qështu? Për Viljem. Ja, unë s'kom nevoj mu për vjetë. Ti s'ki nevoj mu për vjetë, po për Vilja unë, Kujle koktelin tash? Oh, knatësi! Ej, a di që sa se kon intervist? Që 100 vjetë. vjetë. Edhe nonën tjetër dhët me të fladit se sa pritet e nëzeta i kam. O më knojci. Na. Bashkë e dura për që të kohë është. Më falë, regjia Albert, nëse ju prisha tripin a i sen, po merdë që ashtu. Që me boj intervistën që tu po mdo këtë ma najs. Dhuraçja, Hajde. ka ko që ki mungu një intervista, pse? Qka të gjetë? Nuk ka arsye të veçantë, thjesht kom pas nevoj me shku në studio, një kom më mshel, me punu, me sistemu pak punën, edhe kur vinë intervisti që tash me pas qa me fol, me pas qa me kallëzu, edhe më mush energji pak. Kështu që thjesht i kom jap vetës pak pushim, prej intervistave, prej mediave, një kom, po nuk do me thonë që... Nuk do me thonë që s'e marrë mediat me ty? Jo, ajo s'do me thonë absolut. Inshallah gjithë merën. Veç e marrë me ty, po. Veç mirë bon, amo kjo ka në arsyeja. Thjesht ku m'dosh me punu. Okej. Kur të vi në intervistë me të kallëzu. Me të kallëzu. Qa kom bo? Me të kallëzu. E di që ki punu ka gja shumë edhe ka gja fort ki punu, në anën tjetër po shien edhe sendet edhe kanë cilat po vinë. Po, para prakisht dhe me thonë të ajo pjesa dhe më ndalë të pjesa e punës. I ki ndalë intervistat, se ki ndalë punën në studio, por në anën tjetër nuk i ki ndalë edhe mbrëmjet. Mbrëmjet ki pas shumë ta. Po. Tash po flasë dhe me thonë hapta se na ka ra rasti mu taku shpesherën e për mbrëmje, ki pas shumë mbrëmje. Tek studio, a mujte me punu qashtu qka deshte? Po. Unë e kom dash faktikisht me punu në album, edhe në qatë drejtemi jom të punu, i kom bo shumë kohën, mirë po se di tash sakt kur i vjen koha albumit, se sidomos që to 2 muaj të fundit që tash kom punu për verë, me nxjerr projekte për verë, edhe njëna për tëne ka qenë kjo me lumen Simpatia. E kom edhe një vetë që e kom punu, gjatë qësoj kohë, edhe një tjetër e kom pastaj, do me thonë, Miriam. Mirash, do me thonë me kam njëna pas tjetër vish dalin, do me thonë qatë sezonës verës. Cila ti Simpatia o prit shumë mirë, edhe o prit shumë mirë edhe u pëlqy do me thonë që u rikthy do me thonë një verzion i dhuratës prej asaj kohës do me thonë Edonës, ku Edona na e dim fort mirë që u kon njëna prej këngëve mega hit, do me thonë që ka qenë. Do me thonë e pritën mirë dhuratën në Simpatia. Shumë. Diqysh, për që të këngë nuk kom pas shumë dyshime, se zakonisht këngëtarët e kam pak ato atë frikën, që shkan me prit. Unë e kom sidomos kur të ngoj shpesh këngën tem, para se me qit, e ngoj qatë shpesh që m'bot bajat edhe thom, ja bëj shoqënis gjithë. A ja vlembre me qit qëtë këngë qëta është se po mdo këtë, ma bojnove që tu ka bu bajat u e ngunën të, po për Simpatin e kom di që kam i kop një mos shumë të madhe, sidomos edhe nashta një mosh
pak ma të vjetër, edhe do me thonë, ka jetë shumë mirë, mu ka bo shumë qefi, edhe u kam pak ma ndryshe prej meje, se sa këngë që i kam bo deri qitash, u kam stil ma... E kom kallëzu vetën ma ndryshe, kështu që kjo ka qenë plus i marë. Me Lumin shkoj bashkëpunimi mirë, dhe me thonë edhe mënyra edhe qasja në studio, edhe gjithë shka dhe me thonë është i mirë. Okej, po du më ndalë para kësaj këngë, dhe me thonë, ku fakt nime nuk nga ka ra dhe të kënga ejo, ty po që... Ku në fakt sot unë po e flasë dhe me thonë hapta, se unë këtë periudën e fundit më ka ra me shku në të shqi shumë shpesh. Që faktikisht dhe me thonë që për shikuesit, se ka dikush për shikuesve që ndështë edhe kanë komentu dhe kanë thonë që faktikisht Dhurata e ka marrë këngën kështu. Jo, unë e di për të mirë që kënga është ble, prej Blendit, pikresh, dhe me thonë, dhe e ka këndu dy emra shumë të mëdhaj, si Serdar Ortaçi me qenë, ku sot ajo këngë nuk kish radio stacion, apo nuk kish taksi, apo nuk kish televizion që nuk i kish shumë atë këngë. Mirë që e përmeni, se me të vërtet më kanë ardhur shumë mesazha në Instagram, sidomos këqyr ta kanë marrë këngën, kuku ta kanë marrë këngën, me shfrytëzoj rastin me thonë që u kanë marrëveshje, ata kanë pas dëshirë me marrë këngën, mu ka bo shumë qefi se me të vërtet janë artista për ata që se din shumë të mëdhaj në Turki që kanë audiencë shumë të madhe, edhe për mu kanë veç kompliment. Nuk ka gjo maknasi të madhe ku faktikisht miret një këngë. Me njëherë edhe kënga po pëlqet shumë edhe turqisht. Po. Shumë mirë u ka dalë edhe mu po më pëlqen tepër, kështu që Zërati, është me marrëveshje. Me marrëveshje është, po a kishe mendu na i herë, në fakt që me marrë këngën, edhe me cilë Serdar Ortaçin edhe me bo bashkë një bashkëpunim. Turqisht shqip. Se jo. Se ishtë dalë shumë interesant ishtë dalë, edhe në anën tjetër edhe për tregun turk ishtë konë interesant edhe Dhurata, në anën tjetër Kosova e donë Serdar Ortaçin, se këngë dje kanë dëgju. Për shembull, kara biberim, vurka dellere, hadi gëtë. Sheker, najsa. Nasılsın aşkım, unë e me dalë aty. Se jo, unë pëcek edhe njësa në Gjermani, sa kom jetu, kom pas shumë shoqni, ana e turkve ka pas shumë, ka shumë, edhe jom rrit paka shumë edhe me qatë muzik, kom ngu shumë muzik turqisht edhe më pëlqen shumë, edhe paka shumë e kena të njejt na... muzikën. Kështu që normal që kisha pranu me njëherë, nashta edhe ndodhë, nuk e di. Si djetë, kur nuk e djetë? Serdar, nëse e she, cila ka mirë? Nëse e she, një kafe me labin, atëherë djetë që... Arkadash tërë. Arkadash tërë. Qaj bjen tërë. Hadi. Hadi. Dhurat, jemi të vera. Po. E di që ki pas vera shumë të mira edhe të bukra për Dhuratën. Po a ka na i verë kur Dhurata nuk do me kujtu heq edhe nuk thot këtë verë s'muj me paramendu? Deri tash s'ka pas veç asi vere. Pse bone... Se kur po ma kujton verën, po ma kujton punën. Jo, i vetë misal që verë që nashta munon shumë është nxehti i madh. Mu mblodh shumë qajo. Plus na e kena punën, na që knojna. E kena punën shumë të latëshme për shkak se gjumin se bojna me regull. E plus kur është nxehtë, shtojnë vetë me cenit që pak mjepin asin ndjenja ku, abden, ka mu lodhë shumë. Po prapë se prapë fot ditës është puna ma me qef që e kum bojë, që e bojna i herë dhe e bojnë me knatësi e me nëzis pres me anis vera. E di që ju me nëzis preti me anis vera në anën tjetër e keni një punë këgjatë lëshme, po mbi gjitha shqyqyr prej Zotit se ditën e keni pak relaksuse dhe mundën e mi jep edhe knatësi edhe vetës. Të ka rarë asti të më tonë gold pool për më anë diskotek. Atmosfera është në koll. Veç të më pas ka rarë asti me pa ditën. Dite, po. Kur hina mrena se disha ku janë. Se gjithë tu e pa natën, tu pa njerëze, drita e... Mu do këthash ku erdha më në këta është ku gold pool jave që më pëlqej shumë edhe pëshina po më pëlqen shumë. Prizreni, nice, shumë mirë. Unë e di që nuk ka vend të Kosovës, apo Shqipërisë, Maqedonisë, apo Mali Zik ku keni qenë.
Në fakt edhe jeni shku bashkë edhe keni pas mbrëmje, koncerte, do të thonë, kështu që i don shumicën e vendeve, s'po them këta se po na idhnohet, që edhe mu më bën telefoni live sa jam. Po jo, unë e veç menua që si jena live. Tash më ronë syzat një 3 herë la pak pre. Kush po thi live? Qalja se s'ka kuptim. Unë po e qeli telefonin, edhe pse këto momente unë jam të e gjiru emisionin, edhe në fakt jemi në emision, edhe jam ofër se s'mujta pa ta qelë, pse jam ofër me një njeri që ti e dën, edhe në anën tjetër kjo të dën. Ty. E din kush. Dhurata dore në kam ofër. Vetës, e ta qelim Sabrian në telefonin. Apo më dëgjën? Fala Sabrit! S'po më dëgjën. S'ka një najsan, a? S'ka një najsan, sen s'ka një. Veç bravo që e qele telefonin. E qele telefonin, jo. Qka është? Respekti mbi gjitha. Respekti, respekt është mbi gjitha. S'ka lidhja life a ju. S'ka lidhje. Unë të talë, qka do që të ndodhë të na. Dhurat. Kështu. E përmendëm verat, i përmendëm sendet. Po du pak a shumë një farë mënyrë, një kuptim me të thonë që ti nuk e ki as pak këndimin e kongve live. Prit, se garanto prap Sabria dhe s'me ka qeni. Alo? Len? Alo? Alo? O ka e prek në gjep. Nashta. Në gjep o ka e prek se po ndihet të fol me Rigan e gjyqit. Okej. Fahire. Fahire këtë e prek. Po garante ka pas njetë edhe tani veç i ka met aty. Garant po. Garant edhe në ata me të mitër malit. Po. Me të mitër malit të u marë. E kom një loj që faktikisht që nuk din me gjithë kongën. Deri në 10, ti dush mu hinoj. Çfar loje? Çfarë loje? O të marrë në zetë, kështu që inshallah e hupi. Inshallah e hupi lojen se floka më duhet. A e sigurt? Okej. Jo, s'jam bash se kë grim së bokat. Une, qëre, grimi s'ka lidhje edhe heket, edhe lahët, edhe... Ja, jena shlirë, sot. Që, dhurat, i përmendi për shembull unë vish një fjallë, dhe edhe ti në fakt ki me gjithë referenin e qasaj kongë. Hajde. Po e ma shembull, hajde, a ka gjo ma e le, për shembull, simpatia. Shqip, anglishta. Shqip, krejt. Simpatia. Durata dora lumi bi, me të kalzu kush e knana. Jo, me knu, po. Deri në flok buloja trupin, hej, të bëja zap mendimet mija. Lidhësha fort për zemrën tënde, hej. Simpatia, simpatia. Ejo. Ah, ejo, ejo, ejo. Ty po qo, veç ty po qo. Ejo, ejo, ejo. Gelior. Gelior, gelior. Ama më kongë të mija i një mëre. Okej, këto kanë vish dyje. E jo, veç pak cila është kjo e jo, se po më do këtë shme njofshme. Jo, okej, unë këto i kryva, dhe me tonë këto tujat kanë vish. Tash pret, pse? Pse po malun lojen, pse po malun lojen mu. Okej. Po tash një fjallë më mi pas. Po dhe, 7.000, këtë fjallë, së cila fjallë që edhe që kjo, së cila është në kongë. Po. Ti është në kongë. Pse është në kongë? Po. Që kjo i huaj du të me ka najsen balad, e ronë, që në stadi kur. Tu ja fut. Ti e i huaj. Ti e i huaj për mua. A ke që kjo? Se dita qdo. Që kjo ke, po bravo, e qilove, e huaj. Rukëtim. Ja, rukëtim. Rrugë, a që rrugë? Rrugës me gurënon, unë e kur kaloje. Shofnis të bukuraman. Hajde, rruga tjetër. Prizrenjena, a e dina e kongë për Prizrenjen? Red Prizreni, mori Shkodër. Për Prizrenin bashkë s'ke, veç për mene Prizreni. Ti ke thonë qa për mene. Okej, për mene Prizreni.
Prishtina. Se po jeton në Prishtinë... Shikur binte në Prishtinë, unë e ti. Si dy këngëtar, i fuqim komt në pishi. Bravo, Bela. Tekstin e radhës labje i kam e ma shpru. Okej, o gjemani naj fjallë që nuk e din, nuk gjen naj sen se për du me stimula. Edhe regjia po tojnë, edhe Alberti këta po tojnë me imula. Kush bre po thot? Ama t'jo ka të qenë. Okej, fjalla që po mbjen ndërmend edhe gjeva një kong me hunda. A thua koa. I ke qu hund moj gotë. Se, mi ke qu hund të mu. S'ka s'ma mërmenja me hunda. Po munon, po në shkruj tekstin. Hermen ti ki top kohën, hajde na i sen, dimër na i sen, na i kongë që si bjen ndërmen dhëratës, hajde, ma shpejt. Ha? Na i fjallë që... Aeroplan, për shemull. Që, aeroplanin e kom studion i kave Mileravin. Po veç, a ko kongë me aeroplan, duk me dita i njerë. A ko kongë me aeroplan? Mos thot po, se s'ka. Që da është? Të lëba aeroplan, mërë aeroplan. S'ka. E qitë veç najs me po një qështu. Jella dhurata i sharë për aeroplanit, përshëndet muzike me 500 euro. Veç ne të menona i sen, a një matë vjetër se onë. Na një matë vjetër, okej. Tu ju një mune që shme më shtinu. Për shemull, në qashit vogël dhurata, a i din kongën? Ja, qëto se di. Po kjo është një pik minus. Okej. Hajtë nisja kënu? Në qashit vogël, oh mërë me i dugoj aman në qashit vogël. E kom një. Oh mërë me i dugoj, a keni? E kom një. Okej, edhe tash tjetër, bukuri për shemull? Bukuri. Bukuri moj. Bukuri. Po vedi. E kom veganis, për shemull? E kom veganis, oj. Chicken e kojshis. O, Jo, ona, no, jo. O, s'muni bre, s'muni më mëzonë. E gjeti, o Badjova, o Albert. O, nuk kom me hi nuj, kush është aj Albert, e ama të... Badjova, bre, pëndër me të shtinuj edhe Badjova s'ka shansë. S'ka. Nuk ka shansë Badjova, s'kena qa bëjmë, Po qel, jom hi gjysëm nuj. E te kaloj, dojen, e pe falet, gjithë shka. Dhurat, e di që sezona veç ka fillu për ty. Po. Okej, je kuda? Qysh po ndihesh dhe me tonë që kime qenë prezent, nuk ka klub që sështë në Kosovë, Shqipëri, Macedoni, Malzi që kime qenë prezent? Ata merja që shmoj më një perfekt, që ishte kjo kalzon që kom punu, edhe në fund e kom arrit me një pas qështu koncerte, kalzon që suksesi është akoma, kur nuk thëmë që kom rrit diçka se gjithë mund të synoj diçka ma shumë, po thjesht më bot qefi me shku, mi taku njerës që më dojnë shumë, mi bo me kesh, mi bo me këty, mu knaq njerës tjerë, se edhe unë e knaqen në qato momente, edhe me ndis po pres çdo natë party. Okej, unë e di që e ti e përjeton edhe knaqësin dhe më tonë nënën tjetër se je qasi tipi që barabar këthen edhe në backstage, për mbrapa këthen dyqysh edhe ki happy dhe më tonë edhe... Edhe pse kam emocione, gjithë. Po, gjithmonë po... Gjithë kam emocione dhe thom, o, zotë sa shumë njerës, a kanë me bo atmosfera jo, po kur dalë, si të më shkel koma në skenë, si të më shkel koma në skenë, bona tjetër, transformim kejtë ma bojnë, ati veç ankosh, qështu para koncertit, se kur dalë, tjetër njeri. Si mjep, vjen një fuqi vetë, s'moj me spjegu. A ka pas moment ku je ndi keq emocionalisht edhe se kon mirë me shëndetin, po prapë se prapë je duft me qenë skenë edhe me vrejt, dhe me tonë edhe ata autorues tonë që dhurata nuk ka mirë. Tash çdo njeri në këtë botë, besoj, s'ka njeri në botë pa probleme, s'ka njeri në botë ka njerë që s'ka halë, ose që është pa qef najherë. Edhe unë jam njeri, edhe unë i kom ditë këqia ka njëherë dhe njëna keq mirë, po bashkëpuna është ajo që më shtin mi harru krejt senet. Edhe me në spres se është si terapi për mu. Edhe do me thonë, kur nuk e kum lanë vetën mu vrejt nëse jam kanë keq shpirtnisht.
Mirë po, më ka ndodhë kur në sen tepër e ronë, se më të ndodhë në e ty besti po, në e rast të vdekja në sen, se di që she kisha përjetu, po prapë në fund ditës do të me konë shumë profesionalist me këtë punë, e për mu është ma shumë terapi se sa s'po dalë se po njina keq, po dalë se ka më bo mu një ma mirë. Dhurat që atë numërin e ria, ja kje pala ajo? Hajt, zotin arrujt kur një cep. Dhe me thonë... As nuk e ka gjetë halo. As e ka gjetë halo. Jo. Halo nuk e të dosh një. Do të me vazhdu numërin e ri dyshe. Dhe me thonë si e të e jep, Valjava, kështë. Dhurat. S'ka shanca. Numëri i ri, u bo tash numër i vjetër, do të më bo një numër i ri prap, që mi vjen edhe një kongë e re, kongë të reja. Edhe kam një kongë bashkë që i përshtatët numëri 3, qasi stili diqka, mencis po pres me qitë dhe qato. është qasi teksti ka diqka qashto, se u pëlqy shumë, abdin e kanë filit, sidomos femnën e re, e kishe e bo, ama s'po vyj këtë gjo kër e knojshin të isha, wa! Normal që këtë femnat gjelozët që ka mu... Zdi veç këmë thonë qëto tekste, ma shpesh mi shkru. Okej, Dhurat, unë veç di me tonë faleminderit shumë e dashur, inshallah që kanë sezona qysh ta do një lëshka e zemrës ty. Inshallah edhe ty. Edhe që kanë me krejtë mirat. Mas pari po të përgëzoj për emision. Edhe ti e një njëri shumë i mirë. Pej fillimit karierës më ke bështet shumë, krejtë e din që labi, kër më patë të thirë me alë për jertë po në gjirime se arroj kod. Edhe normal që për njerës që më kanë bështet në fillim, gjithë mund kom një gjithë ko. Edhe di që edhe ti njejtë për mu. Ti uroj krejt të mirat, edhe më pëlqej emisioni shumë sot, se prita që shtu qëllë, edhe pse menova që s'jena live. Po live. Menova që mujna mi predo sane. Amo, apet u knoqa, shumë e shpresoj që edhe këtë shikuesit të knoq bashkë me neve. Unë besoj dhe uroj që edhe shikuesit bashkë kanë kalu qasët mira, po nane tjetër... Për ndryshë shijem verës. Shijemi bashkë me ta kudo që janë, shikuesit nuk ndohen nga ty, për shkak se në këto momente vjen konga, vjen videoklipi, cilën përdan, cilën përshojmë? Apo që me lumin bashkë simpatia? Simpatin kisha tonë. Simpatin, po. Masi është aktuale dhe masi pëlqet shumë simpatin, e përshëndes edhe lumin këtë rast shumë. Okej. Kështu që prej meje, prej Dhuratës, vish pyetëm qëndroni bashkë me një, sepse ka gjana të bukura dhe të papritëra në kuadrët e emisionit. Ju e dini që me sa me një kafe me labi nuk për levizi prej një vend tjetër, për një musafir tjetër, qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri, qoftë Maltësi, apo Macedoni, kudo ku ka shqiptar një kafe me labin, edhe me Samër është bashkë me juve. Kështu që Dhurata Dora, lumi bi simpatia. Zoa.